Nuk e pash foton e gosës kësaje. Ne kemi mbuluar imazhin, se do të tregoj foton e vajzës. Vajza që është dyshuar se është rrëmbyer nga kjo zonjë dhe mund të jetë Bleona, është pikërisht kjo këtu në foto. Rasti Bleona Mata, vajzës që u zhduk mistershëm para më shumë se 15 vjetësh, është rikthyer sërish në qendër të vëmendjes publike dhe mediatike brenda këtij muaji, me zhvillime të reja që tronditin opinionin. Bleona ishte vetëm 6 vjeç kur u zhduk në 22 maj 2010 në malin e fshatit Zapod në Kukës, ndërsa ishte në shoqërim me kushërirat e saj. Ngjarja e pasbardhur u shndërrua në një nga misteret më të mëdha të mungesave të fëmijëve në vend. Sipas dëshmive të fundit të sjella nga emisioni investigativ Pa Gjurmë, nëna e Bleonës, Bukurie Vezi, ka hedhur akuzat forta duke bërë përgjegjëse për zhdukjen e vajzës së saj, hallën e Bleonës dhe duke deklaruar se ajo e çoi fëmijën në mal dhe e dorëzoi më pas tek një grup i strukturuar kriminal. Avokati Idajet Beqiri ka theksuar se hetimet duhet të kenë një fokus të dyfisht, duke përfshirë edhe teatin e vajzës si skenar kryesor në dosje. Nëna e Bleonës ka rrëfyer dhimbjen e saj të thellë për mungesën e kërkimit aktiv nga figura të afërta dhe ka bërë thirrje që e vërteta të dalë në dritë pas shumë vitesh heshtjeje. Ajo ka kërkuar që autoritetet të hetojnë çdo pistë të mundshme, duke përfshirë konfrontime direkte me dëshmitarët e asaj dite për të kuptuar se çfarë ndodhi me të bien. Një tjetër zhvillim i rëndësishëm në këtë çështje është rikthimi i shpresës për gjetjen e Bleonës në Gjermani, ku sipas informacioneve të fundit të publikuara nga media, ajo mund të jetë gjallë dhe të jetojë atje, në një familje që e rrëmbeu dhe mori vajzën pas 3 muajsh nga zhdukja. Kjo pistë ka ndezur reagime këreja dhe ka shtuar kërkesat për hetime të plota dhe transparencë nga institucionet kompetente.